Unë po kam frikë se kjo qeverisje na çon drejt një sultanati. Po pajtoj edhe ju që partitë politike më shumë kanë liderizëm se që kanë zhvillim demokratik brenda një partie politike. A e përshihet që është liderizëm Ajo që është e dhimbshme është se pikërisht tash, kur është burgos Ramush Haradinaj ka qenë në pushtet. Po, kryeministër ka qenë, po. Mbrapa, pastaj ka qenë shumë e vështirë zhvillimi i partisë politike dhe nuk kanë menuar për jetëgjatësinë e partisë politike. Thjesht mendojnë për liderizëm. Nuk dim me jetu ndryshe. Unë po kam frikë se kjo qeverisje na çon drejt një sultanati. Do të thënë mënyra që na po dojmë vetëm liderin, është sultanat. Është e gabueshme. Po, është e gabueshme. Partia duhet me pas elementin demokratik. Do të thënë shtrirja te persona që ata kanë një kryesi, kanë gjithë ato gjëra. Edhe mos me favorizu veç liderin, se na po fokuson vetëm të lideri.